Kur po thoni prapavi edhe ndërlidhje me procesin e kandidimit, e keni fjalën është bërë gjithë kjo si kritik në kohën kur ju keni dashur që të aplikoni për anëtarët e Këshillit Prokurorial? Po, padyshim, është bërë pikërisht për shkak të tendencës për ta njollosur profesionalizmin tim, punën time dhe për të krijuar një mendim apo për të krijuar një opinion si te publiku e në veçanti tek prokurorët që ky person, kjo prokurore nuk mund të jetë përfaqësuese e tyre. Prandaj e di normalisht ne I kemi edhe informacione të caktuara. Një tendencë e tillë ka qenë edhe me lëndët e mia në prokurorinë e apelit, ku çdo lëndë e imja është kontrolluar në çdo rast nëse ka shkuar me ankesë pra të ndonjë palë në prokurorinë e apelit, ka qenë tendencë që të kontrollohet çdo lëndë e imja, që në ndonjë mënyrë të gjendet, si e themi ne, ndonjë veks për të pamundsuar kandidimin tim si anëtare për anëtare të Këshillit Prokurorial, por unë e di punën të cilën e kam bërë, punën edhe të cilën do ta bëj qoftë si anëtare, qoftë në të ardhmen prapë si prokurore, kështu që gjitha këto kanë treguar rezultate në fund që unë kam fituar si kandidate e preferuar, kam fituar që të jem përfaqësuese e prokurorëve në Këshillin Prokurorial. Pra po thoni që ka pas tendencë edhe nga jashtë, pra nga ndërhyrjet që të ketë raportime për ta bërë Elzën një figurë tjetër, dhe po ashtu ka pasur tendenca nga brenda që të shihet një farë lloj forme çdo punë që e keni bërë për ta bërë një CV tjetër të një performance që mund të ketë probleme dhe mund t'ju krijoj probleme në kandidimin e juaj për anëtarë të re? Po tani, përderisa është bërë ky kontroll I lëndëve të mia, padyshim po shihet se ka qenë një tendencë nga brenda. Po përderisa rasti ka qenë edhe pastaj në media I kritikuar, edhe kjo ka qenë nga ana e personave të caktuar të cilët kanë punuar me interesa të personave të caktuar edhe brenda sistemit. Kështu që ka qenë e dyanshme dhe tendenca ka qenë që në çdo mënyrë të stopohet kandidimi im për anëtarët të Këshillit Prokurorial.